Kjo fundjavë qershori me temperatura të larta ka sjell fluks pushuesish në plazhet e Shëngjinit. E gjithë vija bregdetare nga Rana Hedhure deri në Kune ishte e populluar ku dominonin shqiptarët e Kosovës. Një pjesë e qytetarëve ka nisur pushimet e të tjerë kanë zgjedhur të kalojnë fundjavën pranë Bregdetit. Pushuesit vlerësojnë Shëngjinin si një destinacion turistik që po i përmbush pritshmëritë e tyre, duke veçuar bukuritë natyrore dhe pastërtinë e ujit dhe rërës. Mirë po duket, vini mirë, edhe po pëlqen, edhe gjithë vim çdo verë vim Shëngjin. Natyra shumë e bukur, diti i bukur. Vend bukur, restorantat, vendat, kafiqat, krejt vendet normal, po do këtë çmimet mirë. Kemi ardhur që 3 ditë, vim prej Kosovës, prej Gjilanit faktikisht vakon. Ka që 10 vite që i frekuentoj unë plazhin e Shëngjinit. Kushtet janë përmirësuar dukshëm krahasuar me to. Shëngjini për neve, sidomos i vim nga Kosova, është afër. Njerëzit janë shumë miqësorë. Jemi të kënaqur sidomos me mikpritjen e tyre. Ajo çka ndoshta kish me pas në të ardhmen në punë më tepër dezinfektimit ose dezinfektimi i mushkonjeve të bëhet më tepër sepse pak si futesh më mbrana, atëherë është problemi i tyre. Përkundërzi si vjet tash për tash fillimi është shumë i mirë. Po, nuk është era parë që vit. Mirë është. Çka më bëngos fakti se diçka nëpër shitore dyqane, çimet janë vendosur. Jo që trajta, nuk kanë vendosur, nuk e din drejt sa për shkom të kasa. Aty përcaktohet çmimi direkt aty. Po na sjell kokçare, vendi mirë, vendi bukur, njerëz të mirë dashur. S'po diçka më thon diçka tjetër, mirë është krejt rregull. Është vend pushues për nerva, për gjithçka, ujë i mirë, plazhi i mirë, më mirë s'di ku ka më shku. Gjithçka ka të veçantë. Jam shku të na ndejnë Saron veç me Shëngjini më shumë ti më. Numri i pushuesve në plazhet e Lezhës është në rritje të vazhdueshme dhe piku pritet të jetë gjatë muajve korrik dhe gusht, ndërsa në fokus është vënë përmirësimi i shërbimeve dhe menaxhimi efikas i hapësirave publike për të përmbushur pritshmëritë e një sezoni turistik sa më cilësor.